Ky ushqim i ka habitur të gjithë mjekët. Preshi është zgjidhja për çdo problem. Megjithëse nuk është një opsion i preferuar për shumicën e shqiptarëve, preshi duhet të ketë një vend të rëndësishëm në kuzhinë dhe në ditët tona të përditshme, ai mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit. Ai përbëhet nga rreth 90% ujë dhe është një element i rëndësishëm i një diete të shëndetshme, pasi përmban vlera ushqyese shumë të vlefshme në dobi të organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i preshit në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, e cila me ndikimin e saj parësor do të japë rezultate fantastike për organizmin tuaj. Ai është i pasur me veti të mira antioksiduese, flavonoide, minerale, vitamina, gjithashtu përmban edhe pak kalori. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet laboratorike kanë treguar se preshi redukton nivelin e kolesterolit dhe ka efekte të mira antibakteriale, antivirale, antifungale, citonelt.com. Gjithashtu, alien zvogëlon ngurtësimin e enëve të gjakut duke zvogëluar kështu presionin e gjakut dhe performuar më mirë edhe në formimin e elementeve ushqyes, sidomos edhe në reduktimin e problemeve të sëmundjeve koronare. Falëpërmbajtja së mirë të hekurit mund të ndihmojë në luftën kundër anemisë. Është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve që janë esenciale për shëndetin tonë pasi përmban disa vitamina vitale të tilla si acidi folik, niacin, riboflavin dhe tiamin. Gjithashtu preshi është një burim shumë i mirë i vitaminës A, vitaminave dhe antioksidantëve të rëndësishëm si karotenoidet, zeakanthin dhe lutein. Vitamina të tjera esenciale të tilla si vitamina C, vitamina K, vitamina E. Vitamina C tek preshi ndihmon trupin e njerëzit të zhvillojë rezistencë kundër alergjive dhe radikaleve të lira të dëmshme. Kjo sasi e vogël e metaleve si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani, zinku dhe seleniumi ofrojnë në trupit tuaj shumë përfitime të rëndësishme edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, shtimi i duhur i preshit në sasinë e rekomanduar nga ekspertët mund të jetë një ushqyes shumë i mirë për organizmin. Konsumi i tij vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme mund të ulë zhvillimin e rrisqeve të ndryshme të problemeve, sidomos ato të zorës së trashë dhe gjithashtu problemeve të prostatës. Shtimi i preshit në dietën tuaj do të ofrojë përfitime të rëndësishme për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sa konsumohet në normën e lejuar, ai mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Në këtë video, sipas healthy side, do të rendisim disa nga përfitimet mbreslënëse që do t'i ofrojë shëndetit tuaj konsumi i rregullt i preshit në menun ditore. Preshi është një nga burimet më të mira ushqyese, e cili do të lehtësojë edhe problemet tuaja të tretjes. Pjesa e bardhë është e pasur gjithashtu me sheqera natyral, dhe saharoz, pjesha jersile e bimës është e pasur me substanca vitamina aktive, të cilat do të forcojnë imunitetin dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Preshi është një nga berimet më të vjetra të njohura në botë edhe pse shumë njerëz e nënvlerësojnë atë, duke mos e konsumuar. Kjo për shkak se lihet edhe në hije edhe përfitimi i tij në shëndet, njësoj se kur ofron hudhra dhe qepa në dobi të organizmit tuaj. Por kjo perime është e pasur me vlera të larta ushqyese, çka do të ndikojë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Preshi është i vështirë për t'u trajtur, por në supa është tepër i shijshëm dhe i efektshëm. Ai përmban vetëm 27 kalori dhe teksa është i pasur me ujë, është një diuretik i shkëlqyer në dobi të organizmit. Ai është mjaft i shijshëm dhe mbi të gjitha lehtëson tretjen. Pjesa e bardhë e preshit është e pasur me vitamina dhe substanca aktive, të cilat e forcojnë imunitetin dhe lehtësojnë komplikacionet e tij. Ekspertët këshillojnë që të konsumohet i freskët ose i zier pak, në mënyrë që të mos humbas edhe substancat e tij ushqyese, të cilat janë tepër të rëndësishme në këtë aspekt të shëndetit. Ekspertët thonë se preshi është i pasur me vitaminën A, C dhe elemente të tjerë ushqyes, çka do ta ndihmojë organizmin tuaj në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Preshi është një aleat shumë i mirë i shëndetit të syve.
Kjo perime është e pasur me vitaminën A, një vitaminë shumë e nevojshme për funksionin e duhur të syve dhe për shëndetin e përgjithshëm të tyre. Preshi është i bollshëm në antioksidantë dhe në vlera të larta ushqyese, çka do të sjellë rezultate fantastike në shëndetin e syve dhe lehtësimin e rënies së shikimit të dobët. Ekspertët thonë se shtimi i preshit në dietën tuaj do të parandalojë edhe problemin e kataraktës. Kjo perime është një burim shumë i pasur i zeakanthinës dhe luteinës, dy prej përbërësve të cilët do të sjellin përfitime mjaft të mëdha në shëndetin tuaj të syve. Zeakanthinë dhe lutein mbrojnë indet e ndjeshme të syrit nga rrezet e dëmshme ultraviollc. Preshi do ta mbajë lëkurën tuaj më të pastër dhe më të shëndetshme. Një numër i madh i problemeve në lëkurë shkaktohet nga dobësimi dhe dëbimi i shëndetit të mirë. Preshi mbron gjithashtu edhe kundër problemeve kardiovaskulare. Preshi përmban flavonoide të cilat ndihmojnë edhe në mbrojtjen e enëve tuaja të gjakut nga dëmtimet e shkaktuara kryesisht nga radikalet e lira dhe gjithashtu edhe nga probleme të ndryshme. Oksidi nitrik ndihmon në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut. Gjithashtu preshi është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese përsa konsumohet me kujdes në dietën tuaj. Ndikimi i tij në dobi të shëndetit do të jetë i menjëhershëm dhe ekspertët këshillojnë konsumin e preshit vazhdimisht në dietën tuaj si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Preshi gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Kaliumi shërben si një vazodilator që minimizon tensionin e enëve tuaja të gjakut, dhe me sa duket kjo perime është një minier sa i takon edhe antioksidantëve të fuqishëm që ajo përmban. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e preshit pasi ka një rol pozitiv edhe në shëndetin e muskujve të zemrës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Si e tillë, konsumi i preshit me kujdes në dietën tuaj do të jetë një nga elementet më të rëndësishëm të dietës mesdhetare, çka do të nxjisë arritjen e përfitimeve të shëndetit. Preshi është një burim shumë i mirë ushqyes edhe në betejën kundër problemeve të anemisë. Anemia ndodh kur trupi ka mungesë të theksuar të hekurit. Me konsumin e preshit rregullisht është një mënyrë e sigurt që trupi juaj të jetë i domosdoshëm edhe në luftën kundër problemeve të hekurit të mangët. Ekspertët këshillojnë se shtimi i preshit në dietën tuaj do të jetë një mburojë e çmuar ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Pra nëse doni të përfitoni nga të mirat e preshit, sigurohuni ta konsumoni atë si duhet në dietën tuaj. Preshi gjithashtu është një element shumë i mirë ushqyes edhe në betejën kundër inflamacioneve. Ka veti antiinflamatore për shkak të sasive të larta të vitaminave antioksiduese, të cilat në mënyrë pozitive japin elemente të mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i preshit në dietën tuaj do të ofrojë antioksidantë të rëndësishëm, të cilat do ta mbrojnë shëndetin tuaj dhe gjithashtu do të lehtësojnë edhe komplikacionet e tij. Preshi ju ndihmon të përmirësoni edhe shëndetin tuaj të kockave. Vitamina K tek preshi do të ndihmojë në përfitime mjaft të mira për shëndetin dhe për kockat. Marrja e vitaminës K në përditësinë të dietës suaj mund të ofrojë proteinë të quajtur osteokalcinë. Kjo proteinë është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockave, duke zvogëluar kështu edhe problemet që shkaktojnë dëmtimet të tyre. Ekspertët këshillojnë konsumin e preshit të freskët në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tij në dobi të organizmit do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Preshi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, dhe për sa kohë konsumohet si duhet dhe në përditshmërinë e dietës suaj, ajo mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj të nyjeve. Ekspertët e cilësojnë preshin si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese, që shumë njerëz mund të përfitojnë prej saj, edhe duke lehtësuar komplikacionet të cilat mund t'i kanosin shëndetit. Konsumi i tij me kujdes dhe në formën e gatuar si duhet mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë në dobi të organizmit, citojnë ekspertët. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.